Bashkia e Shkodër zhvilloi ceremoninë e shpërndarjes së kartës së studentit Shkodër, një nisëm që synon të krijojë më shumë mundësi mbështetje dhe perspektivë për studentët që studiojnë dhe jetojnë në qytet. Në këtë fazë të parë u shpërndan 520 karta për studentët e Universitetit të Shkodrës Luigjë Gurakuqi. Në fjalën e tij kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci theksoi se kjo kartë nuk është thjesht një dokument identifikimi, por një platformë moderne digjitale që lidh studentët me universitetin, qytetin, bizneset dhe shërbimet e përditshme. Universiteti jo vetëm që mbart gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbar dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund të kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund të kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini të fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juajni, i cili për definicion do thoya është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, siç është edhe i kulturës. Në vetvete nuk është thjesht një drejtë që jepet për të marrë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frym tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fortë bashkisë. Dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë, është sepse bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia e Shkodër beson tek të rinjt. Investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillohen dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre. Dhe studentët u shprehin se kjo është një nismë me shumë pritje e cila do ndikojë drejt për drejt në jetën e tyre të përditshme dhe në lehtësimin e kostovës studentore. Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapa ndoshta të vogla apo të mëdha që janë të bërë për studentat, sjellin sa më shumë studentë në Shkodër dhe një klimë sa më të mirë për tonë ne që me vazhdua dhe me jetu në vendin tonë. Zoni ju njihet edhe karta është vetëm një proces ose është një hap i vogël që na kujton këtë gjë ku çdo ditë më shumë do jeni edhe më mirë. Kështu që shumë faleminderit. Jam me fat që jam në brezin e parë që e merr në dorë këtë kartë, por do thosha për maturantat dhe për ato studentat që do vinë pas meje, që jeni më me fat sepse do e gjeni edhe më të pasën se sa është sot. Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashme. Rinis ju ka dhënë një vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia shkodrane. Dhe ju bajthirët tanëve ta merrni kartën, ta mbështetni fort rinin dhe t'jeni sa më aktiva. Kjo nisëm synon jo vetëm të lehtësojë kostot e jetesës studentore, por të forcojë lidhjen e rinjve me jetën ekonomike, sociale dhe kulturore të qytetit.